Për sa i përket kësaj vrasjes së gjyqtarit, si e lexon domethënë gjithë situatën? Ke një gjë në kokën tënde, një mendim, një qëndrim? Tani, djali ka moshën time. Djali që ka bërë Autori pra. autori, domethënë ka moshën time, pothuajse 1 ose 2 vite diferencë. Pa. Bëhet. Por unë mendoj që kurse nuk është zgjidhje vrasja. Gjykatat e dim se si funksionojnë, e dim korrupsionin që ekziston në to, i kemi parë sepse kam qenë edhe disa herë jam përballë me gjyqe, me padrejtësi edhe në seanca gjyqësore, por unë do thoja që problemi nuk zgjidhet me vrasje. Me vrasje. Nuk zgjidhet me vrasje, është një akt vërtet shumë i rëndë dhe mendoj që cënon si thua të drejtën e çdo kujt, nuk është thjesht një gjyqtar, ai është një njeri dhe kam pat një rast jo drejt për drejt, po një afërm imi me zotin Kalaja dhe unë u them diçka që një nga njerëzit që nëse shikonte që diçka shkonte për mirë ta thoshte që në fillim, që mos vazhdo më tutje, domethënë për të kërkuar, ose nëse ishte në sensin e keq, thoshte ti je për të dënuar, mos pretendo kot që të marrësh pavarësi sepse ti je për të dënuar, ti do dënohesh. Dhe nëse ama kishte një gjë, do ishte drejt për drejt. Ishte një nga gjyqtarët që jo më kot kishte mbi 30 vite eksperiencë si gjyqtar. Tani, po mendoj që vrasja ka ardhur edhe duke qenë se ishin nga Shkodra të treja palet. Pala e cila ishte me mbiemër Kurtaj, këta me mbiemër Shkambi, por njëkohësisht edhe gjyqtari Astrid Kalaja është pikërisht nga qyteti i Shkodrës. Dhe mendoj që ai duhet ta njihte sepse duke qenë nga Shkodra duhet ta njihte atë hamendësimin ose pikërisht mendsinë e asaj zone që dihet me një gjë. Dhe vetë kishte thënë me kolegët e tij, siç u tha nëpër media, që un kam një gjyq tepër problematik sot. Ai e dinte se që ata ishin problematik si njerëz. Atëherë është vërtet e rëndë. Por u thash edhe në fillim që nuk është zgjidhja, nuk është vrasja dhe kurse si s'duhet të ndodhte kështu. A sheti këtu një zemrat të popullit shqiptar, të shqiptarëve? Dhe për çfarë arsye ka ardhur kjo në këtë pikë? Me mënyrën e sorollatjeve të seancave gjyqësore, që të gjykata e shkallës parë, gjykatës lartë, gjykatës apelit, kalojnë disa shkallë dhe në fund vendosin sipas si thua atje ku anon peshorja më tepër. Anon peshorja në sensin ata vendosin të drejtën edhe pjesën e lekëve. Detyrimisht gjyqtarit atje ku i thot ai dhe i ofron qoftë edhe pak lekë më tepër, ai detyrimisht do mbrojnë anën e lekut. Edhe kjo është në kohët e sotme. Flasim është parë për mënyrën e regoni, flisim për dokumenta falso. Një nga person, një nga familje është me ose Shkambi ose këta me mbiemër Kurta ishte me dokument falso. Atëherë kush? Si ka mundësi që Kish domethënë ata po nuk prokurori, bëhet avokati, si gjykatësi, drejtësia domethënë nuk po bëhen. nuk bëhet, atë që është në dianinë e tyre, kjo është 100% e sigurt se një gjë mos mendoni ju edhe këto rastet e tjera. Mendoni ju që nuk ka firm kryeministi nuk ka firmosur asgjë? Kështu që Edi Rama, qose na shef thua? Na shef thua? po shikoni se kanë kapur duke ndjekur këto rrjetet sociale. Të kanë parë edhe Duhet parpis, kanë ndjekur edhe për gjitha emisionet, kështu që qose na shikon, përshëndesin. Je lart mallnish këqësi, sultan mbreti, mret. Pa jetën e gjatë, po puna është se duke pasur ti jetën e gjatë, po shkurtohet jeta e shqiptarëve. Tamam? Shkurtohet jeta e shqiptarëve, kështu si po vinë gjërat, do të jetë tepër e vështirë që nëse gjykatat nuk ose nëse drejtësia nuk zgjidhet, kjo do të kalojnë veç gjyqësi siç bëri pikërisht edhe zotëria. Uroj të mos ndodh kështu. Ti thua që pritet të kthehet në trend, në modë, Sorollatja, jo, nuk është normal, nuk them se është normale. Po që mënyrën se si nëse lihet në këtë formë, do ta kthejnë vetë gjyqësi. Vuj dorën drejtësia e vërtet. Nëse nuk vjen drejtësia e vërtet, mendoj që do të jetë problem shumë dhe do të kërkojë ndoshta masa më të repta. Do shkojnë me tank, jo vetëm me pistolet. Tamam me tank.
nëse keni parë këta policë me skafanda, do duhet të pajisen ashtu në gjykata. Por e thash, nuk duhet dhe nuk uroj që të vi kjo kohë, por nëse drejtësia nuk vjen dhe nuk vendoset në vend një ditë, kjo do të jetë rruga si do të bëhet trendi. Kështu që mos i çoni njerëzit drejt kësaj vetgjyqësisë siç bëri zotëria, të cilën askujt nuk ja uroj. Jo gjyqtarëve, po askujt. As hasmin i thon për mos të ndodhë një gjë. Bravo, ky është mesazhi.